ja kështin thonë lajmi që baba i tij u ka vrarë dhe ishte nipi im dhe ishte dhëndri, nana këtij shokut ishte halla ime. Ishim pushim pak, një farë pushimin në ato tendat që i kishim në prapavi. Në mëngjes e shohni nip timin edhe ai bashkëluftetar, Xhavid Berisha. Ja kështin thonë lajmi që baba i tij u ka vrarë dhe ishte nipi im dhe ishte dhëndri, nana këtij shokut ishte halla ime. Edhe tash unë si daj të bëhen në shtatë me ngushtu. Po gjithë ishin përgatitur, lufta ka me pas, disi ndoshta edhe është një fuqi që ti i përgatit njerëz si u pajtu me ato situata. Milazimin e kisha përpara. Milazimi e shoh që çante diçka, po nuk e kuptoja pse Milazimi çan kur nuk e ka njoft babën e. Se ka në lidhje familjare, po. Edhe okay. Dhe Milazimi një moment qohet edhe rrok kështu, thot Zoti të lash, nëse aty ta kanë vrarë babën. Unë nuk e kam kuptuar për më njëherë. Po. Mesazhin. Po një moment vjen e kupton edhe ajo është momenti i pranimit, nuk është i lehtë. Ndoshta ka qenë një lloj emocionale ka qenë për mua momenti kur e kam marrë lajmin dhe pastaj gjithaj grupi shok na kanë ngushtuar dhe ne në raste të tilla komanda na jep të leje për shku në Tiranë, me këqyr me kërku familjet me i po. Ata na kishin dhënë personat që kishin sjell lajm për babën tim, baba ishte vrarë 10 ditë përpara. Në fshat. Edhe na dhanë lajm që kanë lëviz familjet, po duket kanë lëviz, po duket s'kan lëviz. Nuk kishim informacione çka ndodh dhe unë kisha 5 ditë për me shku në Tiranë me pa me pyet dikon, njofshim që ka janë familja dikon apo nuk janë. Letrat mi rregullon Milazimi. Milazim Shala. Prej atyt, masit merë vërtetimi që lëshohen për 5 ditë, me nënshkrim të komandantit brigadës Rustem Berisha, me traktor, dikun kem pas transport prej një pjesë tjetër deri në Tiranë, dhe Milazimi ka qenë një fundi që nda me to, për me shku për këtu 5 ditë edhe me këshyr me pyet për fatin e familjes, me 31 thret nga zyra e Kosovës një Mikni Maxhun Maloku thotë kështu më e plagë për Milazimin. Thotë Milazimi është, me konë unë kam qenë me vllahun e Milazimit Xhevdetin, ishim në momentin kur e kemi marrë lajmin. Ishim lajmi për unë largohem për moment dhe nuk i tregojmë vllahut Milazimit një kohë. U mundu me e majtë shef për një kohë, po s'kishe mundësi me e majtë gjatë. Dhe kjo ka qenë lajmi që është vrarë Milazimi, është vrarë edhe Xhemal Fetahu. Fakt Milazimi është vrarë njëherë, pastaj si e tregonin shok, Xhemal Fetahu që tentu me... Po, është 31 maj. Xhema ka qenë zëvendës i Antonit, zëvendës komandanti i forca komando Delta. Janë vrarë 2, pastaj kemi shku familjes me dhënë lajmin, këtë momenti ma i tmerrshëm për mu ka qenë kur para në onestia na pyet si është Milazimi dhe ne kishim shku me dhënë lajmin që Milazimi është vrarë. E ka qenë shumë e rëndë, shumë e pa imagjinueshme që do të më përjetu një moment tillë me dhënë një lajm aq të trishtueshëm familjes.